më unifikues, Konjufca prap nuk duhet të jetë në rolin e presidentit. Shiko, ai vjen nga partia vetëvendosje. Po. Dhe në këtë rast, mos përjashtoj mundësinë që zgjedhë. Është larg meq. Personale s'kam kur gjë, as me atë, as me këdo nga partia, po. Me këtë presidentën aktuale, as me asnjë. Por, politikisht, dhe, do të thënë, si praktik, nuk do t'ishte e mirë që vetëvendosja të kishte të gjitha pushtetet. Dhe pra si rjedhoj, zotëri Aliti, ju personalisht, deputati i Kuvendit Kosovës, nuk do të keni vot për Konjufcën në rast se propozohet si president. Vota varet nga vendimet që marrim në grupin parlamentar dhe në parti. Janë çështje të cilave ne besoj që duhet i nënshtrohemi. Pa marrë parasysh që ndoshta mund të rrjedhë, mund të vendosë dikush me votu ndryshe. Por, po shpresoj dhe po besoj që në parti, respektivisht në grupin parlamentar, do të analizohet secili propozim, para se të shkojmë seancë dhe pastaj është në duart e deputetëve, a votojnë ajo, a rrinë sallë apo jo, edhe është problemi i qëndrimit cili do të jetë në takim. Në rast se e vetëvendosja pra propozon Konjufcën për president të vendit, ai bie kjo se secila parti do të shkojë me emrat e vet për president. Pra do jetë një garë partijake. Unë mendoj që nuk duhet me shku partit me emrat vet, se asnjë as mundet me zgjedh presidentin, por duhet me u bën një marrëveshje politike për presidentin e Kosovës. A besoni se diskutimet për Konjufcën kanë ardhur pasi që Murat Jashari, pra nga familja Jashari, mohoi dëshirën edhe synimin për të përfshirë në politikë dhe për të marrë postin e presidentit? Ne jemi shtet demokratik dhe propozimet vinë, unë mendoj që e admiroj zotin Jashari që ka marrë vendin tillë. Tani, kush do ta propozoj presidentin, nuk do me thonë që ai zgjidhet. Unë po them që president pa marrëveshje nuk mundet mu zgjedh. Askush s'do t'ia fal votën kandidatit për president pse është kandidat për president. As atij të PDK-s, as atij të pamvarur, në qoftë se ka marrëveshje, ajo mund të bëhet dy palëshe, mund të bëhet shumë palëshe. Dy palëshe bëhet kur